vajza është një ndjenjë ndryshe për nanën, po gjithsesi edhe djemtë i kam shpirtit, është normal, diçka nuk është diçka që mundesh me bo dallime mes fëmijëve tu. Unë mendoj që vajza do të më përkrah më shumë se djemt. Pse duhet të përkrah më shumë? Se djemt janë, se di, e kanë janë mashkull. Mashkulli është diçka krejt ndryshe prej femrës, femrat janë më ndihshme, më delikate. Më shumë, më kanë i gatshëm për me bo gjithçka, me sakrifiku, me bo për prind, se që kjo është një sens që presim më shumë prind krejt botën tonë me bo. E shajt fjala non për ty? Po, shtrejt është non. Për juve? Përshëndetje. Ka puna vini? Mitrovica. Ka Mitrovica. Si e kemi Mitrovicën tonë? Mirë është. A jetoni në Mitrovica apo dikon jashtë? Jo, jetojmë në Mitrovicë. A Mitrovica. Do të jemi kosovar. Kosovar? Po. Kjo është më e mira? Më e mira, po. A më dërgoni shka ilmi të veti? Kjo është nëna. Nëna. Sa e rrë dukush? Faleminderit. Sa fëmijë keni? 3, me e qatë. Vajza Faleminderit. djem? Një vajzë 2 djem. Okej. Djem pas ke ma shumë. A ki vajzë malë përgvelur? Familje të dhe? Vajzën e kam punon në televizion. është gazetare? Gazetare. Sa mirë. Do më thonë kolege e pas kem. Po, Vjen mirë shumë. patjetër. Po. Andërgon, me vajza, me vajzë, apo me djemje ma e lidhur? A bëjnë dallime? Përgjithësi po flasim Me nënat. që jo. Unë për vetën tem, muna me thonë që vajza është një ndjenjë ndryshe për nanën, po gjithsesi edhe djemtë i kam shpirtit, është normal, diçka nuk është diçka që mundesh me bo dallime mes fëmijëve tu. Janë fëmijë. Sigurisht. Po, në shoqërinë tonë, kemi në familjet tona që bëjnë dallime të vajzat edhe të djemë. Si e sheh këto? S'kam koment, s'di çka të them. A është Mendime, e mirë sipas teje? as pak. Nuk do të më bo dallime, po gjithkush për veten e vet. Ose përkrajen djemët e kanë ma shumë se vajzat. Ja, unë mendoj që vajza do të më përkrah më shumë se djemt. Pse duhet të përkrahet ma shumë? Se djemt janë, se di, e kanë janë mashkull. Mashkulli është diçka krejt ndryshe prej femrës, femrat janë më ndihshme, më delikate. Për çatë arsye unë mendoj që vajza do të më përkrah më shumë. Familjen tënde, a ka pas këto dallime në barazi? Qatë thëmë për këtë punë, 50 vjeqare jam, s'kam qatë thëmë për këtë punë, atë kohë se di, s'menoj që na kanë bo nështë anaj diskriminim të madhë, po s'po di që apo me thonë për këtë punë. Kërësëm pak djallin, cilat janë të këshilla për nanës që keni masur për jetë, gjatë rritjes, si u ka thënë si? Mu pek më shumë, mu kanë i gatshëm për me bo gjithçka, me sakrifiku, me bo për prind, se që kjo është një sens që presim më shumë prind krejt botën tonë me bo. Qira sene më shumë me të kallëzun drejtën jam me babë, ka unë e babë, do më thënë ri me ta, dal me ta, kalaj ku me ta, sot mëna se është në punë, lodhët, është edhe e ka moshën e krejt, po nana është e informuar nga emocionale që është. Nana emocionale që është më afër. Baba në ditë sotit se në kohën kur janë rritu, konë më ndryshë se në koha jo, normalat të tije se u konë qetër kohë, po. Po ata besoj që ai mundet me më shumë këshilla, shkak se është ma i përvojshëm një jetë, ka bo shumë sene, gabime më shumë, për mendimin e më qashtë të është, edhe që sene me ne. Dhe qëra fjalla të nona? E shajt fjalla non për ty? Po, shtrejt është nona. Ja ku ti këtë nanës? Po. Vete ku përmendet epiteti nanës, sa duket, ka përdevër ma shumë nga prindi, nga babi ma shumë për më duket, Aha, se është i madhe këj. Apo, Është pak, kur jema i madhe ki përgjithësia, është ndryshe atë që do të më pjekë, kështu. unë bëdu në fund me marrë ka një mesazh Po, prej të dyve, Unë? për gjithë ata prind, për gjithë ata fëmijë, për dhe më thënë për epitetin e prindëve. Një këshill që do të shërbej për jetë. Çfarë kush e thon gjithë prindëve, fëmijëve? Qa të thamë, do të mi përkrah, si do që t'jetë, çfarë do rrugët që të marrin do të me qenë mrapa fëmijëve tuj. Fëmijët nuk munden me zgjedh as prind fëmijët. Na mundohemi japim maksimumin e mundshëm për fëmijët e tonë, me kanë më të mirë. Po jeta që ka na bjen nuk i dihet kur. Do të mi shty përpara gjithmonë, me qenë afër tyre, me kanë të lirë, me kanë të hapun, nuk di ç'tan tjetër. A i shojnë disa prind, disa interes min, e lindin për kujdes në kohën e pleqërisë, do shta? Apo thjesht që i ka një fëmijë? Qa të thamë, unë bine vogël 20 vjeqare, kam për momentin s'di, për këta s'kam koment, se nuk di çka të thamë se se di ku do t'jam.
As unë as fëmijët e mi. Dhash Zoti ju ja përshëndet krejt rinis, e krejt prindve, fëmijëve, me të mira, me të mara, ju shkof tjetë as diçka të them tjetë. A shi si interes këto në përgjithësi po flas? Në kanë që... Po, pa tjetër interesi është çdo moment në jetën tonë. Është pa tjetër, po pak ka, është gjasat janë shumë të vogla për me pas gjeneratat e neve me pas plesnimi, pas fëmijë të afër, po si do që t'jetë, na do të me kon të kënaqsh me jetën e tyre, me kon rehat këta, me vazhdu rrugën e tyre, na ne kemi me kon për krajën e tyre gjithmonë. Krenë tonë, një mesazh mos i marrim shumë kohë. Për gjithë prind, për gjithë ata fëmijë. Për pes, Që gjenerate re. nuk muna me thonë kur gjë se nuk jam prind, nuk e di qa hekën. Jo, për fëmijë. Po, për fëmijë. A këtan, për fëmijë mi dëgju prind. Ma shumë, se ka fëmijë shumë që të gjëna, dhe në qenë pak ma të lazru më nëjsen, po mi dëgju prind, për pes, qëtër se nuk përdi që më thonë. Ju uroj ma të mirat juve,